Rezultati i saktë. Rezultati i saktë 2-0 për Kosovën. Mos harrojmë që kanë qenë edhe shteti më i vogël në që ka marrë pjesë në kampionatin botror, kështu që përparësia e tyre është te pjesa fizike, janë më të gjatë, janë më të fuqishëm. Kemi mungesa kogja të rëndësishme, është Amir Amani, e do Zhegrova nuk është hiç në këtë grumbullim. Amir Amani ka ushtruar ndaras për ekipës të ditë sa kanë qenë domethënë ditë të stërvitjeve të hanën ka qenë grumbullimi i parë. Pastaj është edhe Florent Hadërgjona që nuk është i gatshëm, po ashtu edhe Fisnik Aslani. Zyba është bashkangjit ekipës potenciale për me lujt, po mendoj që ka pas vend për Meriton Kornisën, i cili ka qenë më i diskutuar këto ditëve të fundit, sidomos për shkak mungesës së Don Zhegrovës, e na vyni që si lojtari Vingerni, si lojtari që mund me bu dallimin, që ka teknikë të mirë, ka gjytje të mirë, ka pasimin e fundit të mirë, edhe ndryshe kemi 3 lojtarë të ri që për herë të parë bashkohen Kosovës. Është Vesel Dermaku që vjen prej kampionatit Austrisë, është Lerian Abdullahi, i cili është 16 vjeçar. Edhe i vetmi lojtari prej Superligës është Dejan Gallapeni, lojtari i FC Prishtinës. Islanda është në renovim të një stadiumi i cili i plotson kapacitetet e UEFA-s për ndeshjet, sepse janë këto me 5 kategori. Kështu që është një ndeshje e cila realisht edhe nëse nuk ka rezultat pozitiv, nëse mund të themi kështu, nuk është që do të na prish ndonjë kalkulim, sepse kualifikimet do të fillojnë më vonë, pra prej muajit qershor, kualifikimet për ngjarjet e radhës si kampionati botror që zhvillohet në Amerikë, po prapë se e ka një rol se na çet me një ligë tjetër. Në një ligë tjetër, me një kategori tjetër. Po marrim pikë të cilat ngrisin në renditjen e përgjithshme të shteteve, besoj edhe pak një vetbesim të lojtarëve dhe të ekipës edhe gjithçka tjetër. Po du me përmend disa fakte që janë interesante, është që kemi mungesa kogja të rëndësishme, është Amir Amani, e do Zhegrova nuk është hiç në këtë grumbullim. Amir Amani ka ushtruar ndaras për ekipës të ditë sa kanë qenë domethënë ditë të stërvitjeve të hanën ka qenë grumbullimi i parë. Pastaj është edhe Florent Hadërgjona që nuk është i gatshëm, po ashtu edhe Fisnik Aslani. Zyba është bashkangjit ekipës potenciale për me lujt, po mendoj që ka pas vend për Meriton Kornisën, i cili ka qenë më i diskutuar këto ditëve të fundit, sidomos për shkak mungesës së Don Zhegrovës, e na vyni që si lojtari Vingerni, si lojtari që mund me bu dallimin, që ka teknikë të mirë, ka gjytje të mirë, ka pasimin e fundit të mirë, edhe ndryshe kemi 3 lojtarë të ri që për herë të parë bashkohen Kosovës. Është Vesel Dermaku që vjen prej kampionatit Austrisë, është Lerian Abdullahi, i cili është 16 vjeçar. Edhe i vetmi lojtari prej Superligës është Dejan Gallapeni, lojtari i FC Prishtinës, një lojtar që po ma merr mendje që ka pas mundësi me përcjell Franco Foda në ndeshjet, edhe këtu po edhe ka pas një para grumbullim ku i ka pa aftësitë e Gallapenit, mbrojtësit të krahut majt, një lojtar që kërkohet në kuptimin sepse janë shumë të rrallë lojtar që luajnë me të majtën, një statistikë të përgjithshme, pavarësisht diku 25 deri në 30 që është maksimumi në krejt botën, një lojtar që luaj me komën e majt, pra janë shumë të kërkuar. Mos harrojmë që kanë qenë edhe shteti më i vogël në që ka marrë pjesë në kampionatin botror, kështu që përparësia e tyre është te pjesa fizike, janë më të gjatë, janë më të fuqishëm, ama mendoj që pjesa taktiko-teknike e Kosovës, sidomos te lojtarët tonë, mendoj që ka me bu dallimin, edhe çka është më e mira e Smirës, kisha dashur veç një Smirës katunit më e mira prej të mirës, më e mira prej të mirës është që s'ka ndeshje me këndo që luajnë Andorra, Islanda, ku e diune stadiumi është full, janë shit biletat me njerë, bile krejt në fund kanë me do bileta VIP që kanë kushtu 70 apo 80 euro. Rezultati i saktë. Rezultati i saktë 2-0 për Kosovën.